Si të erdhi ty dashuria? Unë dashurinë e kisha pas për ballë aty në teatr, që ditën që jam punësuar nuk e kisha pa. Është interesant. Është interesant. Atë kohë partneri im, ai më bante bufenë e teatrit. Unë e shija çdo ditë, po asnjëherë nuk e kisha menduar. Edhe pse ai kishte shpreh pëlqimet e tij ndaj meje, por që unë isha jo, në puna njëherë karrierën. Po pastaj duke kalu koha, duke njoft më shumë dhe fatit të çuditke. Dhe përpos ti ishe për herë rreth ti, por diçka që ju bashkoi më shumë, ose që bëri që dashuria juaj të lindte, të lullëzonte, ka të bëjë me një veturë. Po. Që është historia prapa kësaj? Po, unë duke qenë aty në teatr edhe duke faktikisht të e njoft si person që punon të aty dhe në çdo pauzë që kishim prej shfaqjeve, ne shkonim në bufe dhe e kalonim pauzën aty. Unë pa të ndëgju dhe më të më patron në vesh sa i shiste vetura. Edhe unë doja t'ja bëja babit një surprizë. Doja t'ja bleja një vetur për ditëlindje. Edhe këtu më kujtohet, kur e shoh atë, më kujtohet edhe ndaloj dhe e pyes. Më falta, më kështu du t'ja blej babit një vetur. Unë lidhje me vetura kështu për ditë se si është ajo. Çka duhet vetura me pas, si është një vetur e mirë, apo ashtu nuk isha. Edhe për mua mjafton një vetur e bukur. Edhe ngjyra e mirë. Ngjyra e bukur. Jo tash i kom mësu mirë, tash. Po flasim për natë. Profesioniste prej burrit. Edhe e pyes ato, i tham, kështu më duhet një vetur për babin, edhe ai që interesohet atë shumë. Më merr mua, mi tregon veturat e veta, kjo është më e mirë, këtë atë sugjeroj, do ta bëj një çmim të arsyeshëm, ande këndej, ai mundohet. Madh sa s'ma dha pa para atëherë, po. Zë kjo të aq, mos e meron sy shumë. Edhe aty fillu me komuniku neve për veturën, aty i ndrum kontaktet për veturën. Sepse unë ja qoha babit për ditëlindje, po i pata thënë që nëse nuk i pëlqen, do e ndrojmë. Edhe ato ta mundsojmë. Po, babit i pëlqeu shumë vetura. Edhe unë kisha një seminar me punën. Edhe kemi shku në Janin, në Greqi. Atë ditën e parë ishte okej, ditën e dytë, sikur fillova të mërzitesha, nuk më rrihej. U bëra pishman pëse shkova. U pendova, nuk e di se që më gjeti ashtu për një herë, thjesht si më rrihej. Duke sikur shumë largë, sikur pse erdha, kisha dhe punë tjera në Shkup, asi unë nisa unë kështu pa prite, pa kujtu. Edhe atë mbrëmje më shkruan. Tani burim, do me thënë. Më shumë të më thotë si kalon, se unë nuk i kisha thonë ma që do e kthej veturën, apo diçka se e kishim lënë fjalë të ashtu, nëse nuk i pëlqen babit. Po, ishte bisede hapur. Po, a i pëlqej babit vetura, si ishte vetura, dhe unë i thamë, po, shumë mirë, edhe shumë faleminderit, shumë vetura e mirë, dhe babit i ka pëlqy. Dhe i më thotë, po ti si je? Edhe unë që të regoj, thamë, unë mirë jam me një seminar të një Janin, o zotës më rrijet, hish, nuk e di pse merë